لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave dhe shpirtit dhe punëve tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar, të merituar përveç Allahut, i cili është një i vetëm, pa shok dhe pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos disni vetë se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O musliman, ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë ndaj Allahut të madhruar. Dhe devotshmëria nuk kupton që besimtari të veprojë bindje ndaj Allahut me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe duke u larguar nga të ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahu, duke ju friksuar ndëshkimit të Allahut. O musliman, jemi mbledhur sot për të festuar dhe premtuar festën e Fitr Bajramit, dhe Fitr Bajrami si festa tjetër Kurban Bajrami vin pas dy gjërave madhështore, pas dy obligimeve madhore. Fitr Bajrami vjen pas muajit të Ramazanit, ku muslimanët u bashkuan për të agjëruar, për të falur natën, për të adhuruar Allahun një të vetëm. Dhe pas këtij adhurimi madhështor të agjërimit vjen festa e Bajramit, ku besimtarët gëzohen që përmbushën adhurimin e Allahut madhruar nëpërmjet agjërimit, këtij adhurimi madhështor për të cilin Allah madhruar thot: Kullu amalu ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë që bën biri i Ademit është për të, përveç agjërimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Ndërsa festa tjetër që kanë muslimanët është Kurban Bajrami, që vjen përsëri pas ritualit të haxhit. Këto janë dy festat e muslimanëve dhe nuk ka festë të tretë, ndërsa sot në musliman është bashkuar edhe festa e javës, sepse është ditë e xhuma. O musliman, ligji jon i muslimanëve është Kurani famëlar dhe suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtej i marrim të gjitha orientimet dhe ligjet. Çdo musliman duhet të pasojë Kur'anin famëlar dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Kur'an dhe në sunet ka të drejta që na ka urdhëruar Allahu madhëruar dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam në sunetin e saktë. Dhe drejta më madhështore o musliman është e drejta e Allahut të madhëruar. Dhe kjo e drejtë është që ta adhurojmë Allahun një të vetëm, duke a përkushtuar të gjithë fen vetëm atij, duke mos i bërë asnjë shok në këtë adhurim. Ela lillahi dinul khalis, e gjithë feja i takon vetëm Allahut të madhëruar. Prandaj nuk është e hijshme për muslimanin që të shikojë njerëzit që shkojnë në përteke, në përtyrbe, që lutin dikë tjetër përveç Allahut dhe të qëndrojë naiv, duke mos i kushtuar as pak dhe mos i bëj as pak përshtypje kjo gjë që Allah madhruar t'i bëhet shok në adhurim. Dhe ky është gjunahu më i madh. Gjëja më madhështore që Allah madhruar ndaloi është shirku,
Allahu i falë të gjitha gjunahet përveç idhujtarisë. Andaj o musliman, t'ja përkushtojmë fenë vetëm Allahut të madhruar dhe të mos i bëjmë atij asnjë shok në këtë adhurim. E drejtat e dytë o musliman që është në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam është që të adhurojmë Allahun ashtu sikurse e adhuroi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo me shpike, me bidate dhe me risi. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sallu kema ra'aytumuni usalli, faluni ashtu siç më keni parë mua të falem. Dhe po ashtu në haxh tha, li ta'khudhu anni manasikakum, që ju të merrni prej meje adhurimet tuaja. Nuk bën adhurime sipas tekave dhe qefeve, por bën ashtu sikurse i veproi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun e madhruar që na bëri antar të Islamit. E drejta e tretë o musliman, që Allah na ka urdhëruar në Kur'an dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, është e drejta e prindërve. Allah madhruar thotë në Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Zoti juaj urdhëroi që të mos adhuroni asnjë tjetër përveç tij dhe të silleni mirë me prindërit. E drejta e katërt o musliman është e drejta ndaj bashortes dhe ndaj fëmijëve dhe familjarëve. Allah madhruar thotë në Kur'an: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", dhe silluni me gratë me një sjellje të mirë, me një bashkëtesë të mirë, pa debate dhe pa polemika. Prandaj ato janë amanet, bashortet janë amanet që ne kemi marrë me fjalën e Allahut të madhruar. Prandaj besimtari duhet t'i japi të drejtën bashortes dhe jo të jetë njeri i butë dhe i sjellshëm me të gjithë njerëzit, nësa kur shkon në shtëpi qëndron si një ushtarak i cili do vetëm të urdhëroj. Jo, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte më i miri me familjen e tij, që sillej më mirë nga të gjithë të tjerët me familjen e tij. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në punët e shtëpisë të familjes së tij. Po ashtu musliman mos neglizhoni të drejtën e fëmijëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Muru abnaakum bis salah wa hum abna'u sab' wadribuhum alayhi bi 'ashr." Urdhërojini fëmijët tuaj për namaz ku mbushin moshën 7 vjeç. Duhet ta mësosh namazin, ti mësosh, ti marrësh në xhami, të falen bashkë me ty dhe mos e neglizho të drejtën ndaj tyre, por t'i edukojnë me edukatën islame. Po ashtu musliman, nga këto të drejta janë të drejta, është drejta e fqinjësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, të mos e dëmtoj fqinjin e tij. Kështu na mëson Islami, kështu na ka mësuar Kur'ani famullar dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në sunetin e saktë që të sillemi mirë me fqinjët. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wallahi la yu'min." Betohem për Allahun që nuk beson. Ai prej të cilit fqinji nuk fle i qetë, se thotë mos më vjedh filani. Prandaj nga mëkatet më të mëdha është që dikush të bëjë moralitet me komshinët e tij, me fqinjët e tij. Dhe kjo nuk është imoralitet nuk është imoralitetet e tjera, por është edhe më i rëndë, sepse askush nuk e pret që t'i vijë keqja nga një fqinj, nga një komshi. Po ashtu musliman, nga këto të drejta, janë të drejta e njerëzve në përgjithësi, që duhet t'i urdhërojmë shoqërinë tonë në të mirën dhe t'i ndalojmë nga e keqja. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush shikon për jush një të keqe, ta ndryshojë me dorën e tij, dhe nëse nuk ka mundësi ta ndryshojë me gjuhën e tij, duke urdhëruar në të mirën, duke ndaluar nga e keqja, dhe nuk mund të rrim në ajër, sikur nuk shohim, sikur nuk dëgjojmë, por duhet të urdhërojmë në të mirën, sepse ne jemi populli i urdhërit në të mirën." Allah madhruar thotë në Kur'an: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Ju muslimanët jeni populli më i mirë që doli nga njerëzit, sepse ju urdhëroni me të mirën dhe ndaloni nga e keqja. Po ashtu musliman, edhe pa besimtarët ka të drejtat e tyre. Të gjithë që janë jo musliman, ne duhet t'i ftojmë në Islam, dhe kjo është dhurata më e mirë që ju bëjmë dikujt, ta shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit dhe ta futim në Islam. Po ashtu e drejta e atyre që kanë dalë nga rruga e drejtë, që ndjekin bidatet dhe risit, duhet që t'i ftojmë në sunet, duke i shpëtuar nga kthetat e grupeve të humbura. Allahu na ruajt nga të gjitha grupet e humbura dhe na bëft antar të denjë të Islamit, në të cilin
e ka skicuar, të cilin ka skicuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, i them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoni falje Allahut se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. O musliman, Ramazani përfundoi. Deri dje prisni me padurim ardhjen e muajit të Ramazanit, ai trokiti në portën tonë dhe përfundoi, iku ai mik i nderuar, dhe ai që mbeti janë punët tona që vepruam gjatë muajit të Ramazanit. Prandaj selefët të parë tanë të mirë 6 muaj e lutin Allahun e madhruar që t'ua mundëson të arritjen e muajit të Ramazanit, ndërsa 6 muaj pas Ramazanit e lutin Allahun e madhruar që t'ia pranonte agjërimin e Ramazanit dhe punën që bënin gjatë muajit të Ramazanit. O musliman, Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i Shewalit dhe i të gjithë muajve të tjerë. Nëse agjërimi përfundoi në muajin e Ramazanit, ai vazhdon. Prandaj për sunetit është që muslimani të agjërojë çdo të hënë dhe të enjte, sepse janë 2 ditë në të cilat ngjiten punët tek Allahu madhruar, dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i agjeron këto 2 ditë dhe thoshte këto janë ditë në të cilën ngjiten punët e mira tek Allahu madhruar, dhe unë dua që të ngjiten punët e mira dhe të jem agjërues. Po ashtu musliman është agjërimi i 3 ditëve të bardha nga çdo muaj sipas kalendarit islam, data 13, 14 dhe 15. Po ashtu musliman agjërimi ditës së Ashuras, agjërimi ditës së Arafatit, po ashtu agjërimi 6 ditë nga muaji Shawwal, të cilat startojnë nesër. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pason me 6 ditë nga muaji Shawwal, është sikur ka agjeruar gjithë vitin, gjithë jetën, nëse përsërit të gjë në vazhdimsi dhe në vijimsi. Po ashtu musliman, muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, por leximi i Kuranit vazhdon edhe pas muajit të Ramazanit. Dituria, leximi i Kuranit, dhikri i Allahut madhruar është zanati i gjithë jetës, që duhet të jetë zanati i çdo muslimani. Allahu na bëft me atyre njerëzve që dëgjojnë fjalët dhe ndjekin më të mirën, dhe ju uroj nga zemra gëzuar fitë Bajramin nga më të më mirë. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Join